Komentoni më poshtë. A do të kishit bërë të njëjtën gjë si Antoela? Shkruani mendimin tuaj, dëshirojmë të dimë. Kishte një kohë kur besoja se jeta ime ishte e rregullt, e parashikueshme dhe e sigurt. Jetoja në një shtëpi të ngrohtë, me një baba që më donte mbi gjithçka, me një nënë që kishte larë çdo lot timin me duart e saj të buta, dhe me një botë të vogël por të plot që e kisha ndërtuar me kujdes rreth vetes time. Nuk kisha nevojë për surpriza, nuk kisha nevojë për ndryshime. Gjithçka ishte aty ku duhej të ishte, dhe unë isha e lumtur me atë ekuilibër të brisht që kisha krijuar gjatë viteve. Por jeta, siç e kuptova më vonë, nuk pyet kurrë nëse je gati për ndryshim. Ajo vjen, të merr nga dora dhe të tërheq drejt diçkaje që nuk e ke imagjinuar kurrë. Dhe herën e parë që e pash atë, herën e parë që sytë e mi u ndalën mbi fytyrën e tij, nuk kuptova asgjë, nuk ndjeva asgjë të jashtëzakonshme. Ishte thjesht një njeri tjetër në jetën e babait tim, një nga ata miq të shumt që vinin dhe shkonin nëpër shtëpinë tonë si val deti. Emri im është Antoela, dhe kjo është historia ime, historia e dashurisë më të çuditshme, më të ndaluar dhe më të dhimbshme që mund ta imagjinojë dikush. Historia e dashurisë sime për mikun më të mirë të babait tim. Do të filloj nga fillimi, sepse çdo histori ka nevojë për një bazë, për një terren mbi të cilin ngrihen të gjitha ngjarjet që vinë më pas. Dhe baza e historisë sime ishte babai im, Agimi, një burr i fortë, i ndjeshëm dhe me zemër të madhe që kishte jetuar çdo moment të jetës së tij me intensitet të plotë. Babai im nuk ishte si baballarët e tjerë, ai nuk ishte i ftohtë apo i largët, ai qeshte fort, qante pa u turpëruar dhe donte njerëzit e tij me një pasion që të mbushte syt me lot. Nëna ime, Vjolca, ishte e kundërta e tij në shumë aspekte. Ajo ishte e qetë, e matur, me një elegancë të lindur që të bënte të ndjeheshe rehat vetëm duke qenë pranë saj. Por bashk, ata dy formuan çiftin më të bukur që kisha parë ndonjëherë, jo sepse ishin të përsosur, por sepse e plotësonin njëri tjetrin në mënyrën më të natyrshme të mundshme. Unë isha e vetmja vajzë e tyre, dhe kjo pozitë sillte me vete një peshë të veçantë, jo barrën e shpresave, por barrën e dashurisë. Ata më donin aq shumë sa nga ndonjëherë kjo dashuri ndjehej si një objektim i madh mbi supet e mia. Jo sepse ata e kërkonin diçka në këmbim, por sepse unë vetë nuk doja t'i zhgënjeja kurrë. Babai im kishte miq shumë, gjithmonë kishte pasur. Shtëpia jonë ishte gjithmonë e mbushur me njerëz, me zëra, me qeshje, me erën e kafes dhe cigarene, me diskutime të gjata mbi tema që mund të vareshin nga politika deri te futbolli, nga filozofia deri te recetat e gatimit. Babai im i donte shoqërinë dhe shoqëria e donte atë. Por ndër të gjithë ata miq, ishte një emër që dëgjoja shpesh, një emër që i shkaktonte buzëqeshje babait tim sapo e thoshte, që kishte një vend të veçantë jo vetëm në fjalët e babait tim, por edhe në zemrën e tij. Marku. Dëgjoja për Markun para se ta njihja. Babai im fliste për të si të ishte biri i tij, me atë krenari dhe dashuri që prindrit kanë për fëmijët e tyre kur janë mirë. Marku kishte bërë këtë, Marku kishte thënë atë, Marku kishte zgjidhur problemin e filanit. Emri i tij këmbonte nëpër shtëpinë tonë si një melodi e njohur, e këndshme dhe e sigurt. Por unë nuk e kisha takuar kurrë personalisht, kisha dëgjuar vetëm. Dhe kur dëgjon shumë për dikë pa e parë, ndërton në mendjen tënde një imazh, një konstrukt imagjinar që mund të mos ketë asgjë të përbashkët me realitetin. Marku i imagjinimit tim ishte thjesht një zë, një emër, një hije. Takimi ynë i parë ndodhi një ditë të zakonshme, pa ndonjë paralajmërim të veçantë. Ishte një pasdite e fundjavës kur unë isha duke lexuar në dhomën time një libër romantik që më kishte tërhequr kaq shumë sa nuk kisha vënë re që kishin kaluar orë. Dëgjova zërin e babait tim nga poshtë, pastaj një zë tjetër, më të thellë, më melodioz, dhe pastaj hapat mbi shkallë. Babai im trokiti lehtë në derën time, dhe ai ishte pas tij. Ai ishte i gjatë, shumë i gjatë, sa ngjisnia e ngushtë i bënte diçka qesharake me siluetën e tij. Kishte flokë të errta, pak kaçurrill, që i binin mbi ball me një liri të pakujdesshme. Sytë e tij ishin të thellë, të ngjyrës së okrit të errët, me diçka brenda atyre që nuk mund ta përshkruaj mirë, diçka si inteligjencë kombinuar me trishtim, ose ndoshta e kundërta. Kishte një buzëqeshje të çuditshme, jo plotësisht e hopur, jo plotësisht e mbyllur, si dikush që di shumë gjëra por zgjedh t'i mbajë për vete. Babai im tha sikur kjo është Antoela, vajza ime, dhe ai u kthye nga unë dhe tha: "E di kush je. Babai yt flet gjithmonë për ty. Tingëlloj si kompliment, tingëlloj si çdo gjë tjetër, e zakonshme, e parëndësishme, kalimtare." Nuk dija atëherë se ajo çast do të bëhej kufiri midis dy gjysmave të jetës sime, para Markut dhe pas Markut.
Shkova sërish tek libri im dhe ata dy zbritën poshtë, dëgjova qeshjen e tyre, zërat e tyre të ndërmedhme dhe ndjeva diçka sa të vogël sa pothuajse nuk e vura re, si një nxitje e lehtë në kraharor, si dikush i kishte kthyer faqen e librit pa leje. I injoruam, ose mendova që i injoruam, por gjërat që i injorojmë nuk zhduken, ato thjesht presin. Ditët që pasuan ishin normale. Marku erdhi disa herë të tjera, gjithmonë me babain tim, gjithmonë si miku i tij, gjithmonë si dikush që ishte pjesë e botës së të rriturve, asaj hapësire shoqërore ku unë isha thjesht vajza e mikut. Ne shkëmbenim fjali të shkurtra, të sjellshme. Unë pyesta si ishte koha, ai pyeste se shkonte shkolla apo puna, dhe biseda mbaronte aty. Por unë fillova t'i vëreja gjërat, pa dashur, pa e planifikuar, fillova t'i vëreja. Si mbante gotën e kafes me të dyja duart kur mendonte thellë, si fliste vëzë pak të ullët kur diskutonte diçka serioze, si kishte zakon të fërkonte qafën e tij me dorë kur qeshte, një gjest i vogël, automatik, njerëzor. Dhe her pas here, kur sytë e tij haseshin me sytë e mi, ndihej diçka, vetëm për një sekond. Pastaj gjithçka kthehej në normale dhe unë bindja veten se nuk kisha ndjer asgjë. Por zemra nuk harron. Edhe kur mendja kërkon ta mohoj, zemra mban shënim çdo detaj, çdo moment, çdo sekond kur diçka ndryshe kalon nëpër të si rrymë elektrike. Dhe unë isha duke rënë, ngadalë, pa e kuptuar, duke rënë. Distanca mes tij dhe meje ishte e qartë dhe e padiskutueshme. Ai ishte miku i babait tim, ishte më i madh se unë, mjaftueshëm i madh sa diferenca të ndjehej. Kishte jetën e tij, botën e tij, historinë e tij. Unë isha thjesht vajza e mikut të tij, dikush i padukshëm në periferi të jetës së tij. Por zemrat nuk lexojnë rregullore, zemrat nuk kanë kufizime. Zemrat duan çfarë duan, kur duan, dhe asnjë argument logjik nuk mund t'i ndalojë. Kjo ishte fillimi. Kjo ishte shpendosja e parë asaj guri të madh që do të rrukullisej poshtë malit për muajt dhe vitet që do të vinin. Dhe unë, e vendosur mbi atë rrugë të ngushtë të jetës, nuk kisha ide se çfarë po vinte drejt meje. Emri im është Antoela. Dhe doja mikun e babait tim me gjithë zemrën time, me gjithë forcën time, me gjithë dhimbjen time. Dhe kjo është historia e asaj dashurie. Nuk mund të them me saktësi se kur dashuria filloi të ndihej si diçka reale, dhe jo si një ndjesi e paqartë që mund ta injoroje. Por nëse duhet të zgjedh një moment, një çast të vetëm nga i cili gjithçka ndryshoi, ai do të ishte një mbrëmje e ftohtë, kur babai im organizoi një darkë të vogël në shtëpi. Ishte një nga ato mbledhjet e zakonshme të këndshme, miq të babait tim, disa familje të afërme, muzikë e qetë në sfond dhe erë ushqimi nga kuzhina. Nëna ime kishte gatuar gjithë ditën dhe shtëpia kishte atë aromë të ngrohtë, familjare, që të bën të ndihesh se kur koha qëndron ende. Unë ndihmova me tavolinën, me kupat, me pemët dhe ëmbëlsirat. Kalova nëpër sallë disa herë, shkëmbeva buzëqeshje me të ftuarit, pranova komplimentet e zakonshme mbi rritjen time, mbi bukurinë time, mbi karakterin tim. Ato fraza që njerëzit e rritur u thon vajzave të reja pa menduar shumë mbi to. Marku erdhi i fundit. E pash duke hyrë nga dera e sallës. Kishte ndryruar, kishte veshur diçka më formale se zakonisht, dhe kjo ndryshim i vogël e bënte të dukej si dikush tjetër. Por sytë e tij ishin të njëjtë, ata sy të thellë, të ngjyrës okër, që shikonin gjithçka me atë qetësi të matur. U ul pranë babait tim, siç kishte bërë gjithmonë, dhe unë vazhdova lëvizjet e mia, duke sjell, duke marr, duke ndihmuar, por i ndjenja çdo lëvizje të tij, i ndjenja çdo herë që qeshte, i ndjenja çdo herë që fliste. Pastaj ndodhi ajo gjë e vogël, e padëmshme, por që unë e mbaj mend ende sot si të kishte ndodhur dje. Isha duke kaluar pranë tij me një tabraj të mbushur me gota dhe ai u ngrit befas për të ndihmuar dikë tjetër dhe ne u ndeqëm. Jo rënd, jo ashpër, thjesht ajo rrëshqitja e lehtë e trupit kur dy njerëz nuk koordinohen mirë në hapësirë. Gotat tringëlluan, por nuk ranë. Duart e tij erdhën automatikisht të kapnin tabrakën dhe duart tona u prekën. Ishte vetëm disa sekonda, por ato sekonda ishin si elektricitet. Ai u kthye nga unë dhe tha: "Më fal, nuk pash." Dhe unë thash: "Nuk ka gjë." Me një zë aq të natyrshëm sa mrekullova veten time. Pastaj ai largoi duart dhe unë vazhdova, dhe jeta vazhdoi si gjithmonë dhe askush nuk e vuri re asgjë. Por unë vura re, ndjeja nehtësinë e prekjes suaj ende në dorën time kur dola jashtë kuzhinës. Ndjeja si zemra ime kishte bërë diçka të çuditshme, kishte mbledhur ritmin, pastaj e lëshoi shumë shpejt, pastaj u qetësua me forcë si dikush që frenon një kal. Ato qaste ishin si fragmentet e para të një puzzle që nuk e dija se po ndërtoja. Mbrëmja vazhdoi, darkuam të gjithë bashk, biseduam, qeshëm. Unë isha aty fizikisht,
por menderisht isha gjithëtjerë. Isha duke analizuar, duke pyetur veten, duke munduar të kuptoja çfarë po ndjeja dhe pse. Kishte një çast gjatë darkës, kur ai tha diçka. Nuk kujtohem saktësisht çfarë, ndoshta ishte një vërejtje e mshept mbi diçka, dhe të gjithë qeshën, dhe unë nuk kthye pra nga ai dhe gjeta sytë e tij të kthyer tek unë. Jo tek të gjithë, tek unë, si të kishte thurur atë frazë pak edhe për mua. Ndoshta imagjinova, ndoshta ishte thjesht koincidencë. Por pas asaj darke kur shtëpia u zbraz dhe gjithçka u qetësua, shtrihesha në krevat dhe shikoja tavan dhe ndjeja diçka që nuk kisha ndjer kurrë me askënd tjetër. Ishte diçka midis mallit dhe frikës, midis ngazmimit dhe trishtimit. Ishte fillimi i asaj dashurie. Nuk mund të them me saktësi se kur dashuria filloi të ndihej si diçka reale dhe jo si një ndjesi e paqartë që mund ta injoroje, por nëse duhet të zgjedh një moment, një çast të vetëm nga i cili gjithçka ndryshoi, ai do të ishte një mbrëmje e ftohtë, kur babai im organizoi një darkë të vogël në shtëpi. Kur ai nuk ishte aty, mendoja për të. Jo obsesivisht, jo në mënyrë dramatike, por me ato lloj mendimi të qetë, konstant, si muzikë e ulët në sfond që nuk e dëgjon aktivisht, por nuk mungon kurrë. Fillova t'i kuptoja zakonet e tij. Çajin e preferonte mbi kafen kur ndihej i lodhur. Fliste me duart shumë kur entuziazmohej. Kishte mënyrën e vet specifike të dëgjimit, një qetësi totale, me sy të ngulur tek folsi, si të absorbonte çdo fjalë si ujë mbi terren të thatë. Dhe unë ndërtoja këto vërejtje si copza mozaiku, pa e ditur ende se çfarë imazhi po ndërtonim bashk. Kishte edhe ndryshime tek unë që i vura re me vonesë. Fillova t'i kushtoja më shumë vëmendje veshjes sime në ditët kur dija se ai mund të vinte. Jo shumë, thjesht pak më shumë kujdes, pak më shumë zgjedhje. Fillova të lexoja gjëra që ai kishte përmendur, libra, tema, argumente, jo sepse dikush i kërkoi, por sepse doja të isha e aftë të diskutoja me të kisha diçka të thoja, të ekzistoja në botën e tij intelektuale, jo vetëm si vajza e agimit, por si dikush me mendim të vet. Kjo dëshirë për të ekzistuar si dikush i plot para tij, kjo ishte shenja e parë e vërtetë e dashurisë. Jo zemra që rrahet, jo emocionet e nxehta, por ky dëshirim i thellë për t'u parë, për t'u njohur, për të qenë real para dikujt. Por çdo mendim i tillë shoqërohej menjëherë me një zë tjetër brenda meje, zëri i arsyes, i logjikës, i konventës sociale, që thoshte me tone të qarta: ky njeri është miku i babait tënd, ky njeri të sheh si fëmijën e mikut të tij, ky njeri nuk të sheh fare. Dhe ky konflikt midis zemrës dhe mendjes, midis ndjenjave dhe logjikës, u bë kompanja ime e përditshme. Kishte net kur nuk flija dot, shtrihesha dhe mendoja, jo me ankthin e njeriut që ka bërë diçka të gabuar, por me atë lloj malli të ëmbël dhe të dhimbshëm njëkohësisht që ka vetëm dashuria e pashpresë. Sepse ajo ishte e pashpresë, e dija me të gjithë logjikën time. Por zemra nuk lexon libra logjike. Dhe kështu kalonin ditët, mes ndjenjave dhe mohimeve, mes shpresës dhe realizmit, mes dashurisë dhe frikës. Nuk i kisha thënë asnjërit, nuk isha me kë ta ndaja këtë sekret. Miqtë e mi do të komentonin, do të zhurminin, ndoshta do të qeshin. Familja ime ishte e pamendueshme, dhe vetja ime edhe ajo ishte e vështirë ta pranonte. Kisha mbajtur shumë sekrete gjatë jetës, por kur një të tillë, kur një sekret që ndihej si diçka po rritej brenda meje, pavarësisht vullnetit tim, si një bim që del nga plasa e betonit, e fortë, e paepur, e parezistueshme. Dhe ky sekret kishte emër: Marku. Ndoshta nuk do ta kuptoja thellësinë e ndjenjave të mia nëse nuk do të kishte ndodhur ajo bisedë e vërtet midis meje dhe Markut, pa praninë e babait tim, pa dinamikën shoqërore të një grupi, vetëm ne dy. Ndodhi rastësisht, siç ndodhin gjërat e rëndësishme, pa paralajmërim, pa skenari. Babai im kishte planifikuar të takohej me Markun pas ditën e asaj të shtune, por kishte dalë një problem pune dhe babai im kishte dalë urgjent. Marku arriti para se babai im të largohej dhe nëna ime i tha të priste pak. Agimi kthehet shpejt. Pastaj edhe ajo pati ndonjë punë të shtëpisë dhe unë mbeta e vetme me të në sallë. Kishte pasiguri të parë midis nesh, ajo lloj qetësie e pakëndshme kur dy njerëz janë bashk, pa arsye të qartë dhe nuk dinë si të plotësojnë hapësirën. Ai ishte duke lexuar diçka në telefon, unë isha duke bërë sikur lexoja librin tim. Pastaj ai pyeti diçka, thjesht nga mirësjellja, nga dëshira për të thyer qetësinë. Pyeti çfarë po lexonja, dhe unë ju përgjigja:
Jo me fjali të shkurtra, si zakonisht, por me entuziazim të sinqert, sepse libri ishte i mirë dhe titulli kishte një histori interesante pas tij. Ai u interesua, jo me atë interes të rrem që njerëzit tregojnë kur duhet të jenë të sjellshëm, por me interes të vërtetë, pyeti, komentoi, ofroi perspektivën e tij, dhe zbulua se ai kishte lexuar disa nga librat e të njëjtit autor dhe kishte mendime të forta mbi to. Biseda filloi si një rrjedhë qete ujit, ngadalë, butësisht, pastaj u bëi gjerë dhe e thellë pa e kuptuar. Kaloi nga librat tek idejat, nga idejat tek filmat, nga filmat tek bota dhe si e perceptonim. Ai kishte mënyrën e vet unike të menduarit, jo dogmatike, por kurioz, gjithmonë duke kërkuar kënde të reja, gjithmonë duke vënë në dyshim supozimet. Unë flisja dhe kuptova me çudi se ai po dëgjonte me vëmendjen e plot të tij, jo duke pritur radhën e tij të fliste, por duke dëgjuar me vërtetësi. Ato lloj njerëzit të rrallë që kur dëgjojnë, ti ndihesh se nuk je thjesht zë, por dukuri. Babai im u kthye pothuajse 2 orë më vonë dhe i gjeti ne ende duke biseduar. U çudit pak, i njoha atë shprehi. Pastaj qeshi dhe tha diçka si, ju bët shoqëri mirë pa mua, dhe bashkohej në me dhe biseda u zgjerua dhe u bë tjetër gjë. Por ato 2 orë, ato ishin vetëm të mijat. Kur ai u largua atë mbrëmje, unë isha ndryshe. Jo dramatikisht ndryshe, por ndryshe si ndryshon qielli kur dielli lëviz disa shkallë. Të njëjtat ngjyra, por intensiteti tjetër. E dija tani me siguri, nuk mund ta mohoja më, se ajo ndjenjë nuk ishte thjesht admirim, nuk ishte thjesht tërhiqje fizike, ishte diçka shumë më e thellë dhe shumë më e ndërlikuar. E doja, jo me fjalin e lehtë kalimtare që njerëzit e përdorin shpesh, por me atë dashuri që ndjen kur dikush të bën të ndihesh plotësisht i parë, plotësisht i kuptuar, plotësisht i vlerësuar. Kur dikush, vetëm duke qenë ai çfarë është, të bën të ndihesh si versioni më i mirë i vetes tënde. Përmes asaj ngazllimi ishte edhe frika. Frika e madhe, e rëndë, e pakundërshtuar. Sepse ai ishte miku i babait tim, miku i tij më i mirë. Babai im kishte besimin absolut tek Marku. Kishte vite miqësie, vite histori të përbashkëta, vite mbështetje reciproke midis tyre. Marku nuk ishte thjesht një mik. Ai ishte dikush i papërcaktuar me asnjë fjalë thjesht, dikush midis vllait, shokut dhe besnikut. Babai im do të bënte çdo gjë për Markun, dhe Marku do të bënte çdo gjë për babain tim. Dhe unë isha duke rënë në dashuri me të. Kjo ndjenjë faj, ky ndjenjë tradhtie ndaj babait tim, ishte si një gur i rënd mbi kraharorin tim çdo herë që lejoja mendimin të shkonte atje. Si mund ta buja unë këtë? Si mund ta kisha këto ndjenja për mikun e babait tim? Çfarë lloj vajze isha? E fshiha aq mirë sa nganjëherë bindoja veten se nuk ekzistonte. Ktheja faqen, merrja librin tjetër, mendoja për punën, për miqt, për gjërat tjera. Bëja sikur ishte thjesht respekt, thjesht admirim, thjesht ajo tërheqje e natyrshme njerëzore ndaj mendjes së mprehtë. Por natën, kur gjithçka heshte dhe nuk kishte asnjë distraktim, e dija të vërtetën. E doja Markun. Dhe kjo dashuri ndjehej si diçka e bukur dhe e tmerrshme njëkohëshëm, si të qëndroshe mbi buzë të një humnere dhe të ndiheshe si e tërhiqe post, por edhe dëshiroje të bjerësh. Muajt kaluan. Marku vazhdonte të vinte dhe unë vazhdoja ta shihja me ato sy të rinj, sytë e dikujt që di të vërej, që di të mbaj mend, që di të doj edhe pa shpresë. Ai bëhej gjithnjë më i pranishëm në jetën tonë familjare, jo vetëm si miku i babait tim, por si dikush i pranueshëm nga të gjithë ne. Nëna ime e kishte adoptuar pothuajse si bir, e ftonte gjithmonë kur kishte rast, e kujdesej si bënte me çdo njeri të shtëpisë, i gatuante ushqimet e preferuara. Edhe unë fillova ta vëreja të kujdes material dhe e ndjeja si diçka kontradiktore. Ishte e bukur, por e dhimbshme, sepse ato kujdese e afronin edhe më shumë si antar familjeje, dhe kjo e bënte ndjenjën time edhe më komplekse, edhe më të vështirë ta kuptoje. Pastaj ndodhi diçka që e komplikoi edhe më shumë. Marku pati probleme me qiradhënësin e tij dhe babai im, tipik për të, i ofroi menjëherë. Qëndro këtu sa zgjidhim, e thënë me atë spontanitet të mirëfill të zemrës që e karakterizonte babain tim. Dhe kështu Marku erdhi të qëndronte në shtëpinë tonë. Nuk ishte shumë kohë, disa javë, por ato javë ndryshuan çdo gjë. Tani nuk ishte vetëm vizitor, tani ishte pjesë e ritmit të përditshëm, mëngjeseve të kaluara bashk, darkave familjare, mbrëmjeve të pushimit, kur TV-ja shndronte dhomën e ndenjës në hapësirë komunale. Tani çdo ditë kishte shumë momente të vogla proksimiteti, korridori ngushtë, kuzhinë e vogël,
tavolinë e ngrohtë. Dhe secili nga ato momente ishte torturë e këndshme për mua. Mëngjesin e parë që u zgjova dhe dëgjova zërin e tij nga kuzhina, duke polur me nënën time, duke qeshur për diçka, ndjeta diçka aq të fortë sa u ndalova para pasqyrës dhe i shikova veten me pyetje. Çfarë po bëhet me ty, Antoela? Por nuk kisha përgjigje. Ose kisha shumë, por asnjëra nuk ishte e lehtë. Javët kur Marku qëndroi në shtëpinë tonë ishin si ndonjë botë paralele, reale dhe jo reale njëkohshëm, sikur jetoja brenda një ëndre nga i cila nuk doja të zgjohesha, por dija se duhej. Çdo ditë fillonte një lloj. Zgjohej herët, dëgjoja zëra nga kuzhina, ndjeja aromën e kafes dhe e dija se ai ishte aty. Dhe ai e dija, ndjehej si diçka e veçantë, e thellë, jo thjesht njohurie faktike, por njohurie me peshë emocionale. Fillova t'i vëreja zakonet e tij të mëngjesit. Kishte zakon të lexonte shtypin ose diçka nga telefoni ndërsa pinte kafen e parë, gjithmonë ulur pranë dritares së vogël të kuzhinës me atë dritë të hershme të mëngjesit. Kishte një shprehje të qetë, të fokusuar, pothuajse meditive, si dikush që grumbullon forcat para se bota të fillonte. Unë shpesh beja sikur bëja diçka tjetër ndërsa e vëreja. Ndjeja faj për vërejtjen, por nuk mund ta ndaloja. Nëna ime e vinte re interesimin tim, kisha frikë. Ajo kishte ato syr prindëror që shohin gjithçka, që lexojnë midis linjave, që kuptojnë gjuhën e heshtjes. Por babai im nuk e vinte re fare. Ai ishte i lumtur që miku i tij i dashur ishte pranë, i lumtur me atë shtëpi të mbushur, i lumtur si gjithmonë kur i kishte njerëzit e tij afër. Naiviteti i tij, ose besimi i tij absolut i vullnetit mirë të njerëzve, ishte njëherës gjëja më e bukur dhe gjëja që më torturonte më shumë. Midis nesh dy, midis meje dhe Markut, nisi të ndërtohej diçka. Dhe e them me shumë kujdes, sepse nuk ishte diçka e qëllimshuar, as e dëshiruar nga ai, ose të paktën nuk e dija ende. Ishte thjesht ajo afërsi natyrshme e dy njerëzve që ndajnë hapësirë dhe kohë çdo ditë. Bisedat tona u bën më të shpeshta dhe më të thella, jo kurrë të organizuara, gjithmonë spontane. Ai do të kalonte pranë dhomës ku unë lexoja dhe do të pyeste, "Çfarë po lexon?" Ose unë do të gjeja ndonjë artikull interesant dhe do ta ndaja me të. Kishte mesazhe të shkurtra. Ai kishte numrin tim nga babai im, fillimisht për gjëra praktike, pastaj gjithmonë më shumë vetëm përse kishte diçka të thonte ose diçka të zbulonte. Ai kishte humor të thatë dhe të mprehtë, lloj humori që funksionon vetëm me njerëzit e caktuar, me ata që kanë të njëjtën valgjatësi. Dhe ne kishim atë valgjatësi. Qeshën e gjëra që të tjerët nuk i kuptonin. Kuptonim referenca njëri tjetrit me gjysmë fjale, plotsonin fjalit njëri tjetrit kur gjendeshim bashk. Kishte net kur mbeteshin të gjithë duke parë diçka, dhe babai im binte gjumë herët, siç kishte zakon, dhe nëna ime shkunte të ambulonte dhe qëndronte pak aty, dhe unë dhe Marku mbeteshim vetëm në sallon me TV në ndezur dhe ato bisedat buta të mëngjesit, të kuzhinës kur kujtohet që ke shumë për të thënë. Ai me fliste për jetën e tij, jo shumë, jo plotësisht, por me ato fragmente që njerëzit ndajnë kur fillojnë të kenë besim tek tjetri. Kishte kaluar periudha të vështira, dëgjoja shtrëngimet e tij nëpër fjalë, ato hapësirat midis thënies dhe të mësuarit. Kishte humbur njerëz, disa nëpërmjet vdekjes, disa nëpërmjet largimit. Kishte bërë vendime që nuk i kishte pritur të merrte, kishte paguar çmime që nuk i kishte imagjinuar. Dhe unë dëgjoja me gjithë veten time. Jo vetëm me vesht, me zemrën, me mendjen, me atë ndjenjë të thellë të dikujt që po absorbon çdo fjalë si ujë mbi tokë të jetur. Dhe sa më shumë dëgjoja, aq më shumë e kuptoja se Marku nuk ishte thjesht ai imazhi i ndërtuar nga fjalët e babait tim. Ishte shumë më kompleks, shumë më i thellë, shumë më njerëzor. Kishte trishtim brenda tij, atë lloj trishtimi të butë, të qëndrueshëm, të cilin vetëm njerëzit që kanë jetuar shumë e kanë. Jo trishtim dramatik, jo lot dhe ankth, por diçka si melankoli e qetë, si drita e vonë e pasdites, kur bie mbi gjëra të njohura dhe i bën të duken ndryshe. Unë e kuptoja atë trishtim, e kuptoja sepse edhe unë e kisha brenda meje, edhe pse jeta ime nuk kishte pasur dhimbje të mëdha. E kuptoja jo nga përvoja, por nga ndërdhia, ajo njohje e menjëhershme dy shpirtrave kur shohin njëri tjetrin si pasqyrë. Dhe nata e fundit para se ai të largohej, para se të gjente apartamentin e ri, ishte nata kur gjithçka u kristalizua brenda meje. Ishim ulur në balkonin e vogël me kafet tona, me qiellin e zi mbi ne të mbushur me yje të shpërndar si pluhur argjendi. Babai im dhe nëna ime kishin fjetur prej kohësh. Ishte heshtje, ajo heshtje e lartë e natës vonë kur qyteti fryn dhe njerëzit pushojnë. Ai foli për diçka, për njërin nga ato mendime filozofike që i vinin natën, për kuptimin e vendeve ku qëndron, si çdo vend lë gjurmë mbi ty.
Dhe unë dëgjova, dhe pastaj thash diçka. Thash se ndoshta vendet nuk lën gjurmë mbi ty, por ti lë gjurmë mbi vendet, dhe gjurma mbetet edhe kur ti ikën. Ai u kthye nga unë dhe mu duk se diçka ndryshoi në shprehjen e fytyrës së tij. Jo shumë, por mjaftueshëm. Ishte sikur e pash se kishte arritur diku brenda meje, si dikush që hap derën dhe gjen dhomën e plot. Tha, ke të drejtë. Thjesht kaq, por mënyrën si e tha, me atë zë të ulët, me atë qetësi, ishte si diçka shumë më e madhe se 2 fjalë. Dhe unë, ndërsa shikoja qiellin e yjeve, dija me siguri absolute se e doja këtë njeri, e doja me gjithë gjersinë e shpirtit tim, e doja me atë dashuri të madhe dhe të frikshme që di shumë mirë se ka kosto, se ka mundësi dhimbjesh të multifishta, se sfidon gjithçka rreth asaj. Por edhe dija se nuk mund ta thosha kurrë, jo atëherë, ndoshta jo kurrë. Dhe ai u largua të nesërmen me valixhen e tij dhe me ato 2 javë të mbushura me çaste të vogla dhe shtëpia u bë menjëherë me zbrazët se sa kishte qenë ndonjëherë. Gjërat nuk qëndruan kështu, nuk mund të qëndronin, sepse kjo është natyra e ndjenjave të forta, ato lëvizin, evolojnë, gjejnë rrugë të reja si ujë nëpër terren të ri. Pas largimit të Markut, jetova për disa javë në atë vakum të çuditshëm emocional ku gjithçka duket normale, por nuk ndihet normale. Puna ime, miqt, familja, të gjitha vazhduan si gjithmonë, por unë isha disi jo plotësisht aty. Isha pranishme fizikisht, por menërisht shpesh gjithej, në ato biseda të balkonit, në ato mëngjezje kafeje, në ato sekonda kur sytë tanë hasnin dhe diçka elektriku ka përcente hapësirën midis nesh. Hyri, i lagur nga shiu, kishte ardhur me makinë, por kishte vrapuar nga makina deri te dera dhe qeshte me veten e tij për faktin se kishte harruar çadrën. Qeshte dhe tunte flokët me dorë dhe ndjej kaq i natyrshëm, kaq i vërtet, kaq njerëzisht i bukur në atë çast të vogël, jo serioziteti. Unë prura peshqir dhe ai tha faleminderit dhe thosha asgjë nuk mund të ishte kurrë natyrshme me ty pa u kthyer një lloj në brend. Ai u ul dhe pyeti si isha dhe fillova t'i tregoj, jo vetëm mirë siç bëj zakonisht, por me vërtetësi. I tregova për diçka që kishte ndodhur atë javë, diçka që më kishte shqetësuar dhe ai dëgjoi dhe pastaj tha diçka aq të drejtë, aq të qartë sa ndjeva si dikush kishte hapur dritare në një dhomë të mbyllur gjatë. Kishte atë aftësi, e rrallë të njerëzit, për të parë drejt tek qendra e problemit pa lëvizur rrotullti. Jo ashpër, jo me kritik, me atë qartësi të butë të dikujt që sheh shumë dhe flet me kujdes. Dhe ndërsa flisnim, ndërsa shiu binte jashtë dhe koha lëvizte ngadalë, ndjeva diçka rrëshqiste brenda meje, ndonjë stres mbrojtëse, ndonjë mur i ndërtuar me kujdes dhe poshtë saj ishte e vërteta e zhveshur. E doja këtë njeri thellë, me gjithë shpirtin, dhe kjo dashuri ishte shumë e madhe për ta mbajtur vetëm. Por e mbajta. Ato ditë e mbajta, sepse kuptoja rrezikun. Kuptoja çfarë do të thoshte ta zbuloja, çfarë do të rrezikoja të shkatroja. Jo vetëm raportin me babain tim, por edhe atë miqësi të çmuar mes tij dhe Markut, edhe familjen time. Edhe vetë Markun, sepse nëse do t'i thoja dhe ai do të ndjej keq, nëse do të duhej të largohej nga jeta jonë familjare, do ta humbisja edhe atë praninë e tij, edhe atë biseda, edhe ato momente të mëngjesit me kafen e mëngjesit. Ishte si dilema e dikujt që mban diçka të shtrenjtë dhe i trembet ta lëshoj, edhe duke e ditur se mbajtja e përjetshme nuk është opsion. Por ç'mund të bësh kur je dashuruara e cila nuk mund ta thotë dashurinë e saj? Ti rritesh me të, mbes, si mund të thotë dikush. Ti vazhdon. Ti jeton, ti mban sekretin brenda si diçka të shenjtë dhe të rëndë njëkohësisht. Dhe çdo ditë, me çdo kontakt vogël, çdo mesazh, çdo shikim, çdo çast proksimiteti, e dashuria po rritej pak më shumë, pak më e paepur, pak më e vështirë ta injoroje. Dhe unë prisja, pa e ditur fare çfarë prisja, pa patur ndonjë plan apo shpresë konkrete. Prisja thjesht sepse zemra nuk di të bëjë gjë tjetër, kur është e zënë me dikë, veç të pres. Erdhi koha kur ndjenjat e fshehura filluan të bëheshin shumë të rënda për t'i mbajtur vetëm. Ishin grumbulluar gjatë shumë muajsh, çdo bisedë, çdo shikim, çdo moment proksimiteti, dhe tani kishin bërë brenda meje një barë aq të madhe, sa fillova ta ndjeja fizikisht. Bëja gjumë keq, haja pak, isha e shpërndar, mendja gjithmonë gjë tjetër, gjithmonë tek ai, tek ato biseda, tek mundësitë dhe pamundësitë. Miqtë e mi vunë re se isha ndryshe, pyetën, dhe unë thash, lodhje ose stres nga puna, dhe e besuan, sepse kjo është gjë e mirë e miqve, duan të besojnë shpjegimet e tua. Por kishte një mike, Besa, që nuk e besoja aq lehtë. Besa dhe unë ishim miq nga fëmijëria, kishim ato lloj miqësie ku fjala nuk nevojitet gjithmonë, ku shprehja e fytyrës mjafton.
Ajo kishte atë aftësi irrituese të shihte nëpër skzel çdo maskë time, çdo fasad, çdo jam mirë të rem. Erdhi tek unë një ditë pasadite dhe ul pranë meje dhe tha thjesht, "Çfarë po ndodh?" Dhe unë, e lodhur nga mbajtja, e mbushur gjere tutje, hapa gojen dhe tregoja. E tregova gjithçka, nga fillimi, nga i momenti i parë që e pash, deri tek bisedat e balkonit, tek mesazhet, tek ndjenjat. Fola gjatë, shumë gjatë, dhe ndërsa flisnja, ndjeva si dikush po lehtësonte brenda veje, si dikush po çlirohej nga një bar që kishte mbajtur shumë gjatë. Besa dëgjoi pa e ndërprer. Kishte në fytyrën e saj atë shprehje të vëmendjes të plot, asnjë gjykim, asnjë hutim, vetëm pranim. Kur mbarova, ajo qëndroi heshtje për disa sekonda, atë heshtje që jo boshllëk, por mendim. Pastaj tha, "Ti e di sa e ndërlikuar është kjo?" Dhe unë thash, "Po, e di." Ajo vazhdoi, "Ti e di se nuk mund të ecësh drejt pa u pasur një kosto." Dhe unë thash, "Po, e di edhe këtë." Ajo ma mori dorën dhe tha, "Por gjithashtu e di, dhe unë e di, se nuk mund ta ndalosh dot ndjenjen. Mund të zgjedhësh si vepron, por nuk mund të zgjedhësh çfarë ndjen." Ato vargje u bën si ankora, si diçka solide në mes të detit të trazuar ku isha duke notuar. Nuk zgjidhen asgjë, por më dhan diçka, legjitimitetin e ndjenjës, lejen për ta pranuar pa faj se e doja këtë njeri, se ndjenja nuk ishte krim, veprimi do të ishte zgjedhja që do të kishte pasoja. Besa nuk më tha bëj këtë apo mos bëj atë. Ajo ishte mjaftueshme e mençur dhe e ryer për të lënë atë vendim tek unë, por praninë e saj, dëgjimin e saj, ato pak fjalë më dhan forcë të vazhdoja. Kaloi edhe pak kohë dhe jeta, siç bën gjithmonë, solli ndryshimet e veta. Babai im filloi të fliste për festimin e ditëlindjes së tij. Do të bënte 50 vjeç dhe donte një festë siç duhet, me miqt, me familjen, me gjithë ata njerëz që e kishin shoqëruar nëpër vite. Nëna ime filloi organizimet me atë eficiencë të vet karakteristike dhe shtëpia u bë gjithnjë më shumë muhabeti i festës. Marku do të ishte aty, natyrisht, ishte miku i parë në listë. Unë fillova të ndija diçka të ndryshme ndaj asaj feste, diçka midis pritjes dhe frikës. Ditëlindja e babait tim ishte e shenjta, doja të ishte e bukur, doja që ai të ndihej i dashur dhe i festuar, por edhe dija se do ta shija Markun, do ta shija në mes të shumë njerëzve, në mes të gëzimit dhe muzikës, dhe kjo ndjenjë brenda meje do ta kishte vend të shpaloset e të shprehet ndryshe nga zakonisht. Dita e festës erdhi. Shtëpia jon u bë diçka tjetër atë ditë, me dritat, me luleshtrydhet mbi tavolina, me tingullin e muzikës dhe zërat e shumë njerëzve njëkohëshëm. Babai im qëndronte si mbret midis mbretërisë së tij, me atë lumturi të tij autentike, duke përqafuar këdo, duke qeshur fort, duke qenë plotësisht aty. Unë isha duke ndihmuar nënën time kur dëgjova zërin e tij nga dera. Marku hyri dhe u përqafua me babain tim, atë lloj përqafimi midis burrave që ka forcë dhe ngrohtësi njëkohëshëm, dhe pastaj u kthye rreth vetes, dhe ata sytë e tij u ndalën tek unë. Buzëqeshi, jo atë buzëqeshjen e zakonshme shoqërore, por diçka pak më të ngrohtë. Erdhi drejt meje dhe tha, "Ti e duke bërë gjithçka vetë, siç duket." Dhe unë thash me qetësi se nëna ime kishte planifikuar gjithçka dhe unë isha vetëm asistenti. Qeshëm pak dhe pastaj ai u mor me të tjerët dhe unë vazhdova detyrat e mia. Por gjatë gjithë asaj mbrëmjeje, me atë muzikë dhe ato zëra dhe atë gëzim të madh familjar, kishte diçka nëpër ajër, diçka midis meje dhe atij, edhe kur nuk ishim të afërt fizikisht, si fije e padukshme që lidh dy pika pa marrë parasysh distancën. Dhe her pas here, kur shikonim njëri tjetrin rastësisht në përdhomën e madhe të mbushur me njerëz, ndjeja atë fije të shtrëngohet pak. Nuk ndodhi asgjë atë natë, asnjë deklarat, asnjë moment dramatik, asnjë zbulim, por ajo mbrëmje u bë shënuese nga një arsye tjetër, sepse unë kuptova se nuk mund të vazhdoja të jetoja kësaj përgjithmonë, se barra e kësaj fshehje kishte kufi, se diçka herët avon do të duhej të ndryshonte. Por çfarë dhe si dhe me çfarë kosto? Këto pyetje nuk kishin përgjigje atë natë. Ata thjesht lëviznin në përmendjen time si hije, të pranishme, të qëndrueshme, të papërgjigjura. Çdo gjë ndryshoi me një incident kaq të vogël, kaq të parëndësishëm në sipërfaqe sa do dukeje pamundur të bënte atë çka bëri. Ishte vonë pas darke dhe babai im kishte darë të shoqëronte disa miq, nëna ime kishte fjetur herët sepse kishte dhimbje koke dhe unë isha e vetme në kuzhinë duke lexuar. Marku erdhi, kishte harruar diçka te babai im, kishte ardhur ta merrte, por me që babai nuk ishte, qëndroi pakës.
Ishim ulur, unë me librin tim, ai me kafen e tij të ngrohtë, dhe ishte ajo heshtia e rehatshme midis njerëzve që e njohin njëri tjetrin mirë, e cila nuk ka nevojë të mbushet domosdoshmërisht me fjalë. Pastaj ai tha diçka. Nuk kujtohem cilësoret e sakta, por kuptimi ishte se kishte vënë re se unë isha e shpërndar kohët e fundit. Kishte atë aftësinë e tij të veçantë të vërejtjes dhe kishte vënë re ndryshimin tek unë. Pyeti nëse isha mirë, dhe unë, e palodhur nga vitet e jam mirë të rreme, e surprizuar nga vërejtja e tij, thash shumë thjesht se nuk jam. Ai nuk u turbullua, ai thjesht priti. Dhe unë, pa e planifikuar, pa e vendosur, fillova të flisja, jo për të, jo drejt për drejt, por për ndjenjën e përgjithshme. Tregova se ndija si kisha brenda diçka shumë të madhe për të mbajtur, si ndjenjat kishin filluar të ndikonin në gjithçka rreth meje, si nuk dija çfarë të bëja. Ai dëgjoi me ato qetësinë e tij karakteristike, dhe pastaj tha diçka që nuk e prisja. Tha se edhe ai kishte ndjenjen se diçka po ndryshonte, jo vetëm tek unë, por edhe tek vetja ime, edhe tek bota midis nesh, dhe se nuk dinte saktësisht si ta emërtonte. Heshtia pas atyre fjalëve ishte ndryshe nga çdo heshtie tjetër që kishim pasur. Ishte e ngarkuar, e ngjeshur, e mbushur me gjithçka që nuk kishte thënë asgjëri. Dhe pastaj sytë tanë u takuan, dhe herën e parë që ndodhi kjo, herën e parë që as ai nuk e hoqi shikimin menjëherë, herën e parë që as ai nuk e hodhi shikimin tjetër kuj. Diçka u vendos midis nesh si guri fundit i një ndërtese. Unë thash emrin e tij, vetëm emrin, dhe me atë thash gjithçka. Ai kuptoi, e pash nga sytë e tij, dhe ajo njohje, ajo moment kur dikush kupton dhe nuk friksohet dhe nuk largohet, ishte si frymë e parë pas shumë kohe në ujë. Çfarë ndodhi pas, çfarë fjalesh u than, çfarë u zbulua, është e imja, e tij, e atij momenti, por mund të them se kur ai u largua atë natë, unë isha ndryshe, jo përse gjithçka ishte zgjidhur, as pak, por sepse nuk isha vetëm me sekretin tim. Dikush tjetër e dinte, dikush tjetër e kishte pranuar, dhe dikush tjetër, me mënyrën e tij të qetë dhe kujdesshme, kishte treguar se ndjenja nuk ishte një kahëshëm. Ky zbulim, i butë, i frikshëm, i mrekullueshëm, ndezi brenda meje diçka tjetër. Pyetje të reja dhe shumë më komplekse, sepse tani nuk ishte thjesht ndjenja ime e fshehur, tani ishte diçka midis nesh të dyve, dhe midis nesh kishte implikime, kishte babain tim, kishte besimin, kishte gjitha të ndërtesë delikate të marrëdhënieve dhe miqësive dhe familjes. Besa, kur i tregova, qëndroi heshtje edhe gjatë kësaj here. Pastaj tha, dhe tani çfarë? Dhe nuk kisha përgjigje. Kisha vetëm ndjenjën e asaj nate, të pastër, të frikshme, të papërsëritshme. Ajo periudhë pas zbulimit të ndjenjave reciproke ishte ndoshta periudha më e çuditshme e jetës sime. E bukur dhe e dhimbshme, e plot dhe e zbrazët, e qartë dhe konfuze njëkohshëm. Mes meje dhe Markut kishte tani një shkëmbim i qartë. Ai dinte, unë ndisha, dhe kjo njohje e ndërsjellte ndryshonte çdo gjë, pa ndryshuar asgjë nga jashtë. Para babait tim, para nënës sime, para të gjithë botës, gjithçka vazhdonte një lloj. Ai ishte miku i babait, unë isha vajza e mikut. Bota rrotullohej sipas rendit të saj. Por mes nesh kishte kjo hapësirë e re, të tillë ngopur me gjëra të pathëna, me ndjenja të papranuara plotësisht, me pyetje pa përgjigje. Mesazhet tona ndryshuan, bëheshin më zgjatë natën, më personale, duke prekur territore emocionale ku nuk kishim shkuar kurrë. Jo gjithmonë direkte, shpesh nëpërmjet metaforave dhe librave dhe ideve, por në përthem tyre flisnin për gjëra reale, për ndjenjën tonë, për dilemën tonë. Ai ishte i kujdesshëm, jashtëzakonisht i kujdesshëm, dhe kjo kujdesi paradoksalisht e bënte edhe më të dashur. Ai nuk ishte njeri i papërgjegjshëm, i egër, që donte t'i kalonte kufit pa menduar pasojat. Ai e kuptonte peshën e situatës, e kuptonte çfarë kishte në rrezik, miqësinë me babain tim, besimin, respektin, dhe kjo e mundonte. Fliste, rrallëherë, por fliste, për borxhin moral ndaj babait tim, për vite miqësie, për gjithçka që i kishte dhënë babai im në momentet e vështira të jetës. Dhe unë dëgjoja dhe ndjeja të njëjtën peshë mbi supet e mia, shumë fishuar nga fakti se unë isha vajza atij njeriu. Kishte net kur mesazhet mbeteshin pa përgjigje nga ana e tij, dhe unë ndija çfarë do të thoshte kjo.
Do të thoshte se po luftonte me veten e tij, do të thoshte se po i rikonsilaronte gjërat, do të thoshte se arsyeja po luftonte me zemrën, batelja me të cilën unë isha njohur shumë mirë. Dhe ato net, heshtja e tij ishte ndryshe nga heshtjet e mia. Heshtja e tij kishte breng, dhe unë ndjeja brengën e tij si ta kisha vetë. Kishte gjithashtu ato takime familjare, siç bëheshin çdo javë, ku duhet të bëshim sikur asgjë nuk ishte ndryshuar, ku duhet të mbaje të njëjtin ton, të njëjtën distancë, të njëjtin rol. Dhe kjo lojë, kjo performancë e normalitetit, ishte lodhse në mënyrën më të thellë mundshme. Babai im ishte i lumtur, gjithmonë i lumtur kur e kishte Markun pranë, qeshte fort, tregonte histori të vjetra, ndante në ndimet e tij, bënte plane, dhe Marku jepte atij vëmendjen e plot, dashurinë e plot, dhe kjo ishte e vërtet, jo e luajtur. Edhe mes gjithë atij konfuzioni, Marku e donte genuinisht babain tim si vëlla. Dhe unë duke parë atë miqësi, duke parë atë dashuri autentike midis tyre, ndjeja gjëra kontradiktore. Ndjeja kënaqësi nga bukuria e lidhjes së tyre, dhe ndjeja dhimbje nga fakti se po rrezikoja ta shkatërroja. Erdhi një ditë kur Marku dhe unë u gjetëm sërish vetëm, rastësisht si herën e parë, dhe foli drejt për drejti. Ishte hera e parë që foli kaq qartë, kaq drejt për drejti, pa metafora. Tha se ndjejat e tij ishin reale. Tha se nuk donte t'i shihte dhe nuk donte t'i gënjente, por tha gjithashtu se nuk mund ta bënte pa e treguar babait tim, se nuk donte të ndërtonte asgjë me besimin e mashtrimit. Nëse kishte ndonjë rrugë përpara, duhet të ishte e ndershme, dhe e ndershme do të thoshte bisedë me babain tim, diçka që i fuste zemrën në gryk vetëm ta mendonte. Tha, nuk di nëse do të na fal, por di se nuk mund ta bëj pa e thënë. Dhe unë dija se kishte të drejtë. Kisha frikë, shumë frikë, por dija se kishte të drejtë. Ky vendim, i thjesht në idenë e tij, tmerrsisht i komplikuar në zbatimin e tij, u bë boshti rreth të cilit rrotullohej gjithçka tjetër. Tani nuk ishte pyetja çfarë ndjej, tani ishte pyetja çfarë bëj me atë ndjenjë. Biseda me babain tim, ajo bisedë frikshme, ajo e nevojshme, ajo e pa evitueshme, ndodhi një të diel pasdite. Kisha gjedhur kohën me kujdes, kur nëna ime ishte dalur, kur shtëpia ishte e qetë, kur babai im ishte i relaksuar dhe jo i munduar nga puna apo çfarë do tjetër. Doja ta gjenta në gjendje apur, receptive, doja t'i jepja mundësinë më të mirë të mundshme për ta dëgjuar. Ai ishte ulur në karrigen e tij të preferuar pranë dritares, atë karrige prej druri me jastëk blu të vjetër, ku ishte kaluar kaq shumë pasdite duke lexuar, ose duke menduar, ose thjesht duke qenë. E gjeta aty dhe ula përballë tij. Ai e kuptoi menjëherë që diçka ishte. Babat njohin vajzat e tyre, sidomos kur janë miq të mirë me to. Mu drejtua me atë shprehje të tij, pak e mbledhur, pak e kujdesshme, dhe priti. Fillova me fillimin, tregova gjithçka siç kishte ndodhur, me rregull, me ndershmëri, pa fshehur asgjë të rëndësishme. Tregova ndjenjat, tregova zhvillimin gradual, tregova se edhe Marku kishte ndjenjat e tij dhe kishin vendosur së bashku të venim tek ai para çfarëdo gjëje, sepse respekti dhe ndershmëria me të ishin jo negociueshme. Ndërsa fliste, fytyra e babait tim lëvizte në shprehje të ndryshme. Habin e parë, pastaj diçka si hutim, pastaj diçka shumë më të komplekse. Sytë e tij largohen nga unë dhe shkuan tek dritarja, tek qielli i jashtëm, si të kërkonin aty diçka. Heshti gjatë pasi mbarova. Ajo heshtje ishte ndryshe nga çdo heshtje tjetër që kisha patur me babain tim. Kishte rëndësi fizike, mund ta ndjeje si presion mbi lëkurë. Pastaj tha diçka, jo me zë të ngritur, jo me zemërim të parë, por me atë zë të ulët, të rënd, të dikujt që po përpunon dhimbje. Pse nuk mu tregua gjatë tërë kësaj kohe? Jo si guxuat, por pse nuk mu tregua? Dhe në atë pyetje ishte gjithçka. Jo zemërimi, por trishtimi. Jo ndëshkimi, por humbja. Dhe unë, me lot, ju përgjigja se kisha frikë. Kisha frikë të lëndoj atë. Kisha frikë të shkatroja diçka të bukur. Kisha frikë të dukeshim si tradhtar kur ishin diçka krejt tjetër. Babai im u ngrit. E pash si lëvizte në përdhom, si duart e tij fërkoheshin njëra tjetrën, si bënte ato lëvizje të vogla nervuse kur mendonte shumë. Dhe unë prisja, me zemër në fyt, me lot të ndalur me forcë, me të gjithë trupin e shtrënguar. Kaluan minuta. Pastaj, ai u kthye nga unë dhe tha, Antonella, ti je vajza ime, dhe unë ty të dua mbi gjithçka. Por Marku është vëllai im, jo me gjak,
por me zemër. Nuk tha as po, as jo, por foli. Foli gjatë, me atë aftësi të tij për të parë gjërat nga shumë kënde. Foli për miqësinë e tij me Markun, për vitet e përbashkëta, por foli gjithashtu, dhe kjo ishte e papritur, për faktin se ai e dinte se Marku ishte njeri i mirë. Se nëse dikush do të bënte vajzën e tij të lumtur, ai do të donte të ishte dikush si Marku. Por gjithashtu foli për ankthin e prindit para mundësisë që diçka të mos funksiononte. Ankthin se mund ta humbiste të dyja njëherësh, mikun dhe paqen familjare, nëse gjërat nuk shkonin si duhet. Nuk e kuptova atë ditë nëse kishte dhënë bekimin. Nuk ishte ai që drejt për drejt, por kishte dhënë diçka tjetër. Kishte dhënë hapësirën, kishte treguar se nuk do ta mbyllte derën. Dhe kjo, për atë moment, ishte mjaftueshme. Marku erdhi të nesërmen, jo rastësisht, ishte caktuar, dhe ai dhe babai im biseduan vetëm. Unë nuk isha aty, nuk doja të isha. Kjo ishte biseda midis tyre, e nevojshme për ta, me historinë e tyre, me marrëdhënien e tyre. Nuk e di saktësisht çfarë thanë, por kur dola pas disa orësh dhe i pash të dy duke pirë kafe bashk, me ato fytyra pak të rënduara por të hapura, kuptova se kishte ndodhur diçka reale. Se kishte thyer diçka, por edhe kishte filluar diçka të ndërtohej. Babai im u ngrit, e pash si lëvizte në përdhom, si duart e tij fërkoheshin njëra tjetrën, si bënte ato lëvizje të vogla nervuse kur mendonte shumë. Dhe unë prisja, me zemër në fyt, me lot të ndalur me forcë, me të gjithë trupin e shtrënguar. Kaluan minuta. Pastaj, ai u kthye nga unë dhe tha: "Antonella, ti je vajza ime, dhe unë ty të dua mbi gjithçka. Por Marku është vëllai im, jo me gjak, por me zemër." Nuk tha as po, as jo, por foli gjak, me atë aftësi të tij për të parë gjërat nga shumë kënde. Foli për miqësinë e tij me Markun, për vitet e përbashkëta, por foli gjithashtu, dhe kjo ishte e papritur, për faktin se ai e dinte se Marku ishte njeri i mirë. Se nëse dikush do të bënte vajzën e tij të lumtur, ai do të donte të ishte dikush si Marku. Por gjithashtu foli për ankthin e prindit para mundësisë që diçka të mos funksiononte. Ankthin se mund ta humbiste të dyja njëherësh, mikun dhe paqen familjare, nëse gjërat nuk shkonin si duhet. Nuk e kuptova atë ditë nëse kishte dhënë bekimin. Nuk ishte aq i drejt për drejt, por kishte dhënë diçka tjetër. Kishte dhënë hapësirën, kishte treguar se nuk do ta mbyllte derën. Dhe kjo, për atë moment, ishte mjaftueshme. Pastaj mu kthye dhe tha: "Ti je gjaku im. Dhimbja jote është dhimbja ime." Kaq, vetëm kaq. Por brenda atyre fjalëve të shkurtra ishte gjithçka që kisha nevojë të dëgjoja. Jo aprovimi formal, jo bekimi plot, por kjo siguri se pavarësisht gjithçkaje, unë nuk isha vetëm. Se nëna ime nuk do ta linte dorën time në asnjë rrugë. Pastaj shtoi, dhe kjo ishte krejt e sajën, krejt tipike për të. Por nëse ai të lëndon, nuk do ta fal kurrë. Dhe unë qeshja dhe qajta njëkohësisht, dhe ajo më mbajti, dhe atë mëngjes unë ndje si kthim shtëpie pas udhëtimit të gjatë. Marku dhe unë nuk u bëm qift me njëherë. Nuk do t'ishte ndershme ose drejt të paraqisja gjërat kështu. Kishte akoma shumë që duhej përpunuar, brenda secilit prej nesh, mes nesh dhe ndërmjet tij dhe babait tim. Ata dy kishin nevojë për kohë të rivendosnin dinamikën e miqësisë së tyre mbi bazat e reja, mbi realitetin e ri. Babai im ishte burr i madh, e kishte pranuar, por pranimi nuk fshin çdo ndjenjë komplekse menjëherë. Kishte çaste kur e shihja pak të tërhequr, pak të menduar. Çaste kur miqësia e tij me Markun kishte një nuancë paksa ndryshe. Por Marku ishte i durueshëm. Kjo ishte ndoshta gjëja që e doja më shumë tek ai. Ai kurrë nuk nxitoi. Asnjëherë nuk tentoi të forconte procesin. Nuk tentoi ta shpejtonte diçka që kishte nevojë për kohën e vet. Ishte aty, i pranishëm, i qëndrueshëm, besnik ndaj miqësisë me babain tim me të njëjtën intensitet si gjithmonë. Vazhdonte të vinte. Vazhdonte të jepte babait tim vëmendjen dhe kohën dhe miqësinë e tij. Dhe ajo vazhdimsi, ajo besnikëri, bëri diçka me babain tim gjatë kohës. Besimin. Ja forcoi bindjen se Marku nuk kishte qenë aty gjithë ato vite për ndonjë arsye tjetër, se miqësia e tyre kishte qenë gjithmonë e vërtetë. Unë nga ana tjetër kaloja në për riorientimin e vet emocional. Kisha mbajtur ndjenjat kaq gjatë të fshehura se nuk e dija si ishte të lejoja veten t'i shprehte lirshëm.
Kishte diçka pothuajse jo reale në faktin se nuk duhej t'i fshija më, se mund të ndiheja lirisht, të gëzohesha lirisht, të shpresoja lirisht. Por me lirin vinte edhe ekspozimi. Kur fsheh, je i mbrojtur. Kur zbulohesh, je i cenueshëm. Dhe cenueshmëria, edhe me dikë si Markun, edhe në situatën tonë specifike ku gjërat po shkonin në drejtimin e duhur, kishte frikën e vet. Besa ishte gjithmonë aty. Ishte si kronistja e kësaj periudhe. Dëgjonte, komentonte, ndihte. Kishte momente kur qeshëm së bashku për absurditetin e situatës, se si jeta mund ta gërshëtonte gjithçka kaq të ndërlikuar, dhe kishte momente kur qante me mua, kur dhimbja e procesit bëhej e rëndë. Kaloi koha. Javët u bën muaj, dhe gjërat, ngadalë dhe me butësi, filluan të vendosen. Marku dhe babai im kishin kthyer miqësinë e tyre, jo saktësisht të njëjtën, por diçka të re, të ndërtuar mbi ndershmërinë. Kishte ndryshuar dinamika. Kishte tani një shtres realiteti shtes midis tyre, një njohje se jeta e kishte sjell edhe këtë, edhe të papriturën, por shtresa shtes nuk e kishte shkatruar bazën. E kishte komplikuar, por edhe e kishte thelluar. Dhe mes meje dhe Markut ndodhi diçka e bukur, diçka e ndërtuar ngadalë, me kujdes, me ndershmëri, jo me dramatizëm, jo me gjeste të mëdha romantike, por me ato gjëra të vogla që janë substanca e vërtetë e dashurisë, praninë e qëndrueshme, dëgjimin e vërtet, respektin e ndërsjellët, kënaqësinë e thjeshtë të qenies bashk. Kishte herën e parë kur I thash të dua, jo me fjalë, por me atë mënyrë të qetë si ishte kthyer nga unë mbrëmjen kur shihnim diçka, dhe unë kisha qeshur fort, dhe ai kishte parë qeshjen time dhe kishte thënë, kam nevojë ta shoh këtë gjithmonë. Dhe diçka brenda meje kishte thënë, po, edhe unë, edhe unë. Kishte herën e parë kur babai im I thirri të dy bashk me tonin e tij natyral, jo si miku im dhe vajza ime, por si ju dy. Dhe ky ndryshim I vogël leksikor kishte bërë zemrën time të rihte ndryshe. Kishte natën kur nëna ime kishte bërë darkën e preferuar të dyve një kohësh, duke e ditur fare mirë çfarë po bënte, me atë buzëqeshje të qetë të gruas që di shumë por thot pak, dhe kishim ngrënë të gjithë bashk dhe kishte kaq shumë ngrohtësi nëpër atë dhomë sa ndihej si gjë fizike. Dhe kishte momentet vetëm të mijat me Markun, ato bisedat e balkonit, ato mëngjesje kafeje, ato ecje të gjata nëpër qytet kur flisnim për gjithçka dhe asgjë, ku ndjeja se kisha gjetur diçka shumë të rrallë, dikë që jo vetëm e doja, por me të cilin mund të isha plotësisht vetja ime. Por do t'ju gënjeja nëse do të thoja se nuk kishte dhimbje, se gjithçka shkoi lehtë pasi kaluan pengesat e para. Jeta nuk funksionon kështu. Kishte ditë kur babai im ndihej I larguar, jo I zemëruar, jo I ftohtë, por thjesht pak gjetiu, si dikush që po procesonte diçka brenda pa e verbalizuar. Dhe ato ditë ishin shumë të vështira. Ndjeja fajin si gjilpër, jo atë fajin e madh, dramatik, por atë fajin e qëndrueshëm, të ulët, të dikujt që e di se ka ndryshuar diçka për dikë tjetër me veprimet e tij. Kishte momente kur Marku ndjente të njëjtën gjë, e shija nga heshtimet e tij, nga mënyra si herëherë shikonte babain tim me atë shprehje reflektive, edhe ai mbante peshën e ndryshimit, edhe ai kishte zgjedhjet e vet me kost. Por zgjedhja kishte qenë ndërsjellët, dhe kjo e bënte të durueshme. Kishte gjithashtu njerëz të tjerë, familjar, miq të familjes, disa nga të cilët e dinin, disa jo, disa nga të cilët kishin reagime të ndryshme. Kishte atë xhaxhain nga babai im që kishte bërë koment të pakëndshëm dhe babai im vetë kishte ndaluar me fjalë të qarta. Dhe ky veprim I babait tim, ky mbrojtje e papritur, kishte bërë zemrën time të rihte ndryshe. Kishte gjithashtu rritjen time personale gjatë gjithë kësaj periudhe, diçka që shpesh harrohet kur rrëfehet dashuria, sepse fokusi është tek tjetri, tek ndjenja, tek historia. Por unë isha rritur, kisha mësuar gjëra mbi veten që nuk I dija, sa kisha forcë, sa kisha durim, sa mund të mbaja pa u thyer, sa mund të merrja vendime të vështira kur e kuptoja se kishte nevojë. Kisha mësuar se dashuria e vërtet nuk është vetëm ndjenja, është vendim, vendimi I ri çdo ditë. Çdo herë që zgjedh të jesh I sinqert, edhe kur sinqeriteti kushton, çdo herë që zgjedh të qëndrosh, edhe kur largimi do të ishte më I lehtë. Sot, ndërsa ri dhe mendoj për gjithçka, për rrugën e gjatë, për ndjenjat e fshehura, për bisedat e vështira, për lotët dhe qeshjet, për momentet e frikës dhe momentet e lehtësisë, ndjej diçka komplekse dhe bukur. Ndjej mirënjohje, jo për atë që ndodhi, por për mënyrën si ndodhi, për faktin se njerëzit e mi, babai, nëna, Marku,
kishin kapacitetin për ndershmëri dhe dashuri, edhe kur situata e bënte të vështirë. Për faktin se familja ime, edhe me të gjitha kompleksitetet njerëzore, kishte zgjedhur lidhjen mbi inatin, kuptimin mbi gjykimin. Ndjej gjithashtu diçka tjetër. Ndjej se historia ime, e vështirë sa ishte gjithashtu privilegji dashurisë, dhe jo të gjithë e kanë, jo të gjithë e njohin, jo të gjithë mund ta shprehin dhe ta jetojnë. Baba im, disa muaj pas të gjithash, kishte thënë diçka që nuk e haroj. Kisim qenë vetëm ne dy. Ajo situata e rrallë të dy njerëzve pranë njëri tjetrit me kohë dhe hapësirë, dhe ai kishte thënë pa kurfar konteksti të mëparshëm, si dikush që formulonte mendimin e tij të brendshëm. Unë dua vetëm që t'jesh e lumtur, Antoela. Nëse ai është arsyeja, atëherë unë jam e lumtur edhe unë. Kaq, thjesht kaq. Për ato fjalë mbartnin gjithçka. Pranimin, dashurinë, lejen dhe atë sakrificën e butë të prindit që vendos lumturinë e fëmijës mbi çdo gjë tjetër. Ato fjalë janë me mua ende. Do t'jenë me mua gjithmonë. E tregoj historinë time jo sepse është e jashtëzakonshme, sepse në shumë mënyra nuk është. Është historia e një njeriu që ra në dashuri dhe nuk e priste, që luftoi me ndjenja dhe me fajin dhe me frikën, dhe që ngadalë dhe me punë gjeti rrugën e vet nëpërmjet të gjithave. E tregoj sepse nëse ka dikush tjetër aty jashtë që mban një ndjenjë si e imja, që fsheh dhe mban vetëm diçka të madhe, që ndihet i vetmuar me sekretin e vet, që ka frikë se pranimi do të shkatërronte gjithçka, dua ta di diçka. Ndjenjat nuk janë krime. Ato janë thjesht ndjenjat, të vërteta, njerëzore, jashtë kontrollit ton. Çfarë zgjedhim të bëjmë me to, si veprojmë, si komunikojmë, si e respektojmë njerëzit që duam ndërkohë që i jetojmë, kjo është zgjedhja jonë. Kjo është karakteri ynë. Dhe ndershmëria, edhe e frikshme, edhe e kushtueshme, është gjithmonë rruga drejt diçkaje më reale se gënjeshtra e qetë. Emri im është Antoela. Rash në dashuri me mikun më të mirë të babait tim, dhe kjo dashuri e vështirë, e bukur, e komplikuar, e vërtet, është ndoshta gjëja më e mirë dhe gjëja më e vështirë që më ka ndodhur ndonjëherë. Por e do, me gjithë peshën e saj, me gjithë historinë e saj, e do. Faleminderit që dëgjuat deri në fund. Tani ju pyes juve, a do të kishit guxuar të bënit të njëjtën gjë si Antoela? Shkruani mendimin tuaj në komente. Çdo histori meriton të dëgjohet.